Thellë brenda arkivit kombëtar, një dokument i deklasifikuar nga vitet 1970 zbulon një mision që sfidon ligjet e fizikës. Nuk ishte një fluturim harduarash, por një udhëtim i mendjes njerëzore në vakumin e ftohtë të hapësirës. Gjatë kulmit të luftës së ftohtë, SOA inicioi projektin Stargate, duke kërkuar të armatizojë shikimin në distancë. Pasuria e tyre kryesore ishte Ingo Sun, një njeri, ndërgjegja e të cilit supozohej se mund të kalonte mijëra milje në një çast. Në prill 1973, Sunit ju dhanë një sër koordinatash që ai nuk i njihte. Teksa hyri në një ekstaz të thellë, ai kuptoi se nuk ishte më në tokë, ai po shikonte në anën e largët të shkretë të hënës. Por hëna nuk ishte shkëmbi i vdekur që kishte përshkruar NASA. Sun raportoi se kishte parë kulla masive dhe të tejdukshme, struktura që dukeshin si xhami arkitekturor që arrinin milje në qiellin e zi. Ndërsa afrohej më afër, përshkrimet e Sunit u kthyen nga çudi në tmerr. Ai pretendonte se shihte entitete biologjike, figura humanoide që punonin në hijet e kratereve, duke përdorur makineri të avancuara minerare. Pjesa më shqetësuese e seancës ndodhi kur Sun ndjeu një tronditje të papritur frike. Ai e kuptoi se entitetet nuk ishin vetëm aty, ata ishin të vetëdijshëm për praninë e tij psikike, duke e parë atë përtej dimensioneve. Sun e përfundoi befa seancën, dukshëm i tronditur, duke u thënë mbajtësve të tij se ata kishin baza atje. SOA e klasifikoi menjëherë transkriptin, duke e varrosur llogarinë për më shumë se 30 vjet. Ndërsa skeptikët i hedhin poshtë vizionet e Sun si halucinacione, imazhet moderne satelitore nga Lunar Reconnaissance Orbiter kohët e fundit kanë kapur shkëlqime anormale dhe forma gjeometrike në ato koordinata të sakta. Të dhënat sugjerojnë një mundësi bezdisë, që fqinji ynë më i afërt qiellor nuk është aq i braktisur sa na është bërë të besojmë. A ishte Sun një pionier i një forme të re të mbledhjes së inteligjencës, apo një dëshmitar i një të vërtetë për të cilën nuk jemi gati? Qoftë produkt i një mendjeje të talentuar apo një shikim në një realitet të fshehur, hëna mbetet një dëshmitar i heshtur. Skedarët janë të hapur, koordinatat dihen, por entitetet në anën e largët mbeten në hije.